Nisur zbatimi i projektit për urbanizimin e bllokut të banimit në lagjen 18 tetori në rajonin nr. 4 të bashkisë Lushnjë. Investimi synon përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe kushteve të jetesës për banorët e kësaj zone. Projekti parashikon sistemimin dhe asfaltimin e rrugëve me Fit Vokopola, Altin Mino dhe gëzimet të saj si dhe rrugës Gani Dranga. Krahas tyre do të ndërtohen trotuare, bordura, rrjeti i kanalizimeve të urave të bardha, ndriçimi publik dhe elementë të tjerë të nevojshëm të infrastrukturës. Punimet u inspektuan nga kryetaria e Bashkisë Lushnjë, Riselda Sefa, cila e cilësoi këtë investim si një premtim të mbajtur ndaj banorëve të lagjes 18 tetori. Sipas saj, ndërhyrja do të sjellë përmirësim të ndjeshëm të lëvizjes, sigurisë dhe cilësisë së jetës në këtë zonë. Banorët e kanë mirëpritur nisjen e punimeve, duke e konsideruar investimin si një nevojë të kahershme. E përfundimin e projektit, pritet që lagja 18 tetori të ketë një infrastrukturë moderne dhe standarde më të mira shërbimi në funksion të komunitetit dhe zhvillimit urban të qytetit të Lushnjës.